zgjedhjet lokale, por unë po besoj që sipas deklarimeve publike që kanë të gjithë partitë opozitare, Albini s'mund ta bëjë qeverinë, Albini s'mund ta zgjedhë kryetarin e kuvendit dhe do të gjendet një marrëveshje politike për shku në zgjedhje. Pra, ju zoti Aliti presni zgjedhje jo marrëveshje për bashkëqeverisje mes një parti. Tani gjithë ky zotim, gjithë ky betim i dyanshëm që ne nuk hymë në koalicion me VV-n, që VV-ja nuk hyn në koalicion me PDK-n. Gjithë këto zotime, do thot opozit, kundërshtuese njëra me tjetrën, e kanë sjellë situatën në një blokad që nuk mund shkohet më tutje. Dhe zgjedhja vetëm është, më thënë, ose të futet njëra nga partitë në koalicion me LDK-n, ose të shkohet në zgjedhje të reja, ose të krijohet një mekanizëm ose një qeveri e përkohshme në të cilën morin pjesë të gjitha partitë për një afat të caktuar, e kam thënë edhe shumë herë, që disa çështje që kanë të bëjnë me tardhmen e Kosovës, ta kenë si opcion me realizu brenda 6 muaj ose 1 vjet dhe me shku në zgjedhje të reja. Pra, i duket ide solide kjo e LDK-s për qeveri tranzitore? Jo, unë e kam thonë para LDK-s. Po, këta kanë, Lumiri e ka shpreh me një letër, pra. Mirë. Okej, unë e kam thënë edhe më herët edhe prapë përsëris që është një zgjedhje. Është një zgjedhje për të ardhmen, mendoj për të ardhmen e Kosovës. Sepse nëse ne i përfundojmë 3-4 çështje të cilat i hapin perspektivën Kosovës për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe mbyllet ajo fushata, propaganda kundër njëri tjetrin, kush është tradhtar, kush është patriot, kush ashtu, kush ashtu, atëherë mendoj që i lihet mundësia secilës parti që vjen në pushtet të merret me gjërat konkrete që ka për obligim, zhvillimin ekonomik dhe të tjera. Zoti Aliti, a është dhe pse do duhet të ishte nëse është pra i pamundshëm një koalicion në mes të lëvizjeve vendosje dhe PDK-s? Shiko, unë mendoj që është biseduar, jo mendoj, po kryetari i partisë është takuar disa herë me zotin Kurti, mendoj që ka pas takime dhe jo formale edhe në mes të tjerëve, të 2 partive, si duket nuk është zgjedh, nuk ka pas vullnet për të pranuar opsionin e njërit ose të tjetrit. Po thoni ka pas takime jo formale. Unë po besoj që ka pas. Ka pas. Se një aty kemi pa, pra që... Po ka pas edhe tjera, ka pas njerëz takohen në lokale, takohen në kësi festa që po zhvillohen në për ambasadat huja, në për shtu. është krejt normale mu taku njerëz me zveti. Absolutisht normale. Pak jo normale situatë që është. Mal takohet, thot një fjalë po. Po pse është e pamundshme pra Zoti Aliti në pikpamjen tuaj, a do të ishte le të themi legjitime dhe edhe logjike një koalicion mes PDK-s dhe lëvizjeve vendosje të pas parasysh këtë situatën se si po zhvillohen situatat. Unë mendoj tash, çka mendoj unë, them, për interesin strategjik të Kosovës, nëse merremi vesh për çdo 3-4 çështje që dihen cilat janë,